Në këtë kohë hymë pra që ta përsërisim fitoren e zgjedhjeve parlamentare. Insistojmë që partia Guxo në këtë rast, në këto zgjedhje lokale, të jetë një parti e veçantë dhe ta masim peshën tonë politike. Është një mundësi e hapur për ne që në këto zgjedhje të forcojmë identitetin tonë të Partisë Liberale. Partia Demokratike tashmë garon në të gjitha nivelet e vetme, fuqi plot. Partitë e tjera të njëjta do të jenë pjesë e garës zgjedhore individualisht, në mënyrë që të rritet mbas edhe pazari në periudhën në mes të dy raundeve të votimit. Mendojmë rranda një 7 ditë, një javë, pra hajde rrjet, ne do t'i përfundojmë të gjitha kandidaturat, respektivisht do t'i vendosim të gjithë kandidatët për kryetar të komunave. Dhe natyrisht ne në këtë kohë hymë pra që ta përsërisim fitoren e zgjedhjeve parlamentare, duke pas parasysh dhe duke ditë që zgjedhjet parlamentare dallojnë nga zgjedhjet lokale. Duke pas parasysh dhe specifikat e tyre, ne do të mundohemi dhe do të japim maksimumin me programet tona më të mira, jo vetëm me premtime të mirë, po edhe me kandidatët të cilët kanë përvojë në vendet ku konsiderojmë që duhet të hyjmë të ndarë, atë do ta bëjmë, po ka edhe vende, komuna ku do të hyjmë pra bashkë. Pra në mënyrën se si e konsiderojmë e analizojmë gjendjen në teren, edhe do të vendosim përfshi këto edhe atë që më pyete, edhe për komuna tjera, dhe kjo bëhet në diskutim të përbashkët. Shumicën e komunave do të kandidojmë me listën për asamble të veçantë, ndërsa për kandidaturat për kryetar do ta diskutojmë dhe është në fazën e diskutimit në secilën komunë veç e veç. Të jemi të qartë. Niveli qendror dhe niveli lokal dallon. Secila komunë ka specifikat e veta. Për shembull, Malisheva në Prishtinën dallon bashkëpunimi, edhe partijak, edhe ndërmjet vendvendosis ose partive tjera, Peja, Prizreni, shumë komuna tjera kanë organizime apo kanë situatë politike të veçantë nga ajo niveli qendror. Prandaj për këtë ne do të insistojmë, do të mundohemi që asesi të mos e dëmtojmë partnerin tonë politik në këtë rast vetëvendosjen në komuna të ndryshme, por njëjtën kohë ne do të insistojmë që partia Guxo në këtë rast, në këto zgjedhje lokale, të jetë një parti e veçantë dhe ta masim peshën tonë politike te qytetarët, duke ofruar lista njerëz të cilët do të jenë kandidat për asamble. Natyrisht me një diskutim edhe mundësi bashkëpunimi, pastaj qoftë në raundet e dyta të balotazheve apo edhe pas procesit zgjedhor në nivelin e asambleve. Megjithatë lista jonë do të jetë në disa komuna, në të cilin do të jemi me logo të partisë tonë, e kjo është edhe në funksion të ngritjes edhe kapaciteteve tona strukturore. Po, potencialisht jemi në komunat e mëdha, do të thotë në këto komuna në të cilat edhe kemi prezencë aktualisht, Prishtinë, Gjakov, Pej, sigurisht me kandidat, pastaj edhe me lista komunën e Prizrenit, komunën e Ferizajit, po e shiqojmë mundësinë edhe të bashkëpunimit me Guxo në komunën e Gjilanit. Do të thotë është një mundësi e hapur për ne që në këto zgjedhje të forcojmë identitetin tonë të Partisë Liberale. Partia Demokratike tashmë garon në të gjitha nivelet e vetme, fuqi plot e mobilizuar dhe pritur, ndërsa gara e brendshme është edhe pjesë e demokracisë tonë. S'kemi asnjë arsye dhe asnjë kërkesë me marrë askush pozicion. Gara e brendshme e Partisë Demokratike ka qenë dhe mbetet njëra nga vlerat më sublime të këtij subjekti politik. Në zgjedhje lokale, koalicionet e mëdha janë më të pazakonshme, për shkak se subjektet politike tentojnë që t'i rreken garës individualisht, derisa koalicionet lihen më shumti në mes të periudhës prej raundit të parë deri në balotazh. Kjo bëhet edhe për arsye të përfaqësimit në kuvendet komunale, për shkak se koalicionet parazgjedhore pastaj bartin rrezikun e konsiderimit si një subjekt i vetëm politik. Dhe unë besoj që edhe në rastin e partisë më të madhe dhe dy partive që janë pjesë e një lloj koalicioni jo formal që ato kanë,
do të tentojnë që të i rreken garës individualisht, mbase partia guxon mund të jetë pjesë e listës së lëvizjes vendosje. Derisa për partitë e tjera, të njëjtat do të jenë pjesë e garës zgjedhore individualisht, në mënyrë që të rritet mbase edhe pazari në periudhën në mes të 2 raundeve të votimit, kur arrihen koalicionet kryesore dhe më të shpeshta që janë një trend tepër i shprehur në zgjedhjet lokale.